Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si bëj zirjen e kungullit të misirit në avull, i cili del shumë i mirë në një përgatitje thjesht. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht morim një kungull dhe pastroj mirë me ujë dhe më pas ja largoj ujin me një pecet kuzhine, pra duhet jetë i thatë. Unë kam një kungull mesatar, pa tjetër duhet jetë kungull misiri qofse përgatitni në këtë mënyrë, mirë po unë do e zi vetëm se gjysmën e kungullit, aq kam nevojë, e ndaj kështu në dy pjesë, pak me vështirësi shkon, pasi është i fortë. Tash morim gjysmën dhe filloj të ndaj në copsa të vogla. Marja largoj farat dhe këtë pjesën e mbrëmshme, pjesën e butë. Ja kam largu farat dhe me anë të një lugë ja kam ngry këtë pjesën e mbrëmshme, pak pjesën e butë. Tash përsëri do i ndaj në pjesë më të vogla, kështu më të përshtatshme do jenë. Ju mund t'i lini në pjesë më të mëdha si doni. Varet nga dëshira juaj. Këtë mënyrë i ndaj të gjitha. Tash ja largojmë lëvorën. Unë do marrë një thikë të tillë, më lehtë i largohet lëvorja. Ju mund t'ja largoni dhe me një thikë të thjeshtë, nuk do ketë problem, vetëm se më vështirë do e keni sepse kungulli i misirit është mjaftueshëm i fortë. Sa më i fortë e jetë kungulli i misirit, aq më i mirë do del ka zirjes. Këtë mënyrë gjithë kungullit ja largojmë lëvorën. Mund ta merrni edhe një gryse dhe me grysën kështu t'ja largoni lëvorën, një rende domethënë. E po dhe me këtë thikën e tillë shumë lehtë i largohet. Gjithë pjesëve të kungullit ja kam largu lëvorën, tash do bëj zirjen, për mirë po fillimisht do e përgatis shërbetin. Tash morim një tenxhere të llojit që nuk ngjet. Mundësisht tenxheria duhet të jetë e gjerë. Qofse përgatitni apo zini kungull më shumë, atëherë me përmasa më të mëdha, atëherë e merrni në dy tenxhere dhe vendosni, se shumë e rëndësishme që të mundemi pothuaj gjithë pjesët i vendosim në fund të enës. Tash morim për ato masa janë përshtatshme 2 gota nga 200 ml me sheqer. Ja shtojmë një vanilë sheqeri për aromë. Dhe shumë pak ujë, një gotë të vogël, gotë çajit, dhe mbushur gjeri në gjysmë me ujë dhe e dhezim zjarrin në temperaturë mesatare, e formojmë shërbetin kështu, e shkrim në fillim sheqerin dhe në momentin që shërbeti fillon të vloj, atëherë do e kalojmë kungullin. Përzirja duhet të bëhet vazhdimisht. Shërbeti ka fillu që të vloj, e kam përzirë vazhdimisht kështu. Tash morim copat e kungullit dhe i vendosim kështu në fund të tenxherës. Sa më shumë mundohem që pjesët e kungullit të jenë të vendosura në shërbet. Për atë arsye zgjedhim një enë kështu më të madhe, më të gjerë faktikisht, ose përgatisim në 2 enë. Në këtë mënyrë i vendosim gjithë copsa.
Pasi kam vendosur gjithë pjesët e kungullit në tenxhere, ulim temperaturën në temperaturën e ullt dhe sipër ja vendosim tenxherës 1 litër përpjekje, ja vendosim dhe kapakun. Dhe kështu në temperaturë të ullt do e zijem kungullin për 1 orë e gjysmë. Pas 1 ore gjysmë zirje ja largojmë kapakun, gjatë kohës së zirjes nuk ja largojmë asnjëherë kapakun, për zirë mjaftueshëm për këtë kohë, tash ja largojna edhe letrën për pjekje dhe e largojna nga zjarri. Tash e marrim dhe e kalojmë kështu kungullin e misirit në një të rrash. Zirë është bërë shumë i mirë. Kështu me kujdes të madhe, pasi është e nxehtë dhe mund t'ja prishim formën, mund t'a lajmë dhe kur të ftohet, mirë po do marrë shumë shërbet, kështu më mirë është kur t'jetë i nxehtë, me shumë kujdes t'a largojmë nga tenxherja. Sipër i shtojna nga shërbeti secilës pjesë, do bëhet shumë i mirë, tamam si një desert. Kungullin e misirit mund ta konsumoni të nxehtë, ftohtë, varet nga dëshira juaj. Unë e kam lënë që të ftohet rreth 1 orë. Kështu do i largoj janë 2 pjesë që t'i konsumoj. Sipër mund t'i shtoni krem të forave të susamit, tahin, dhe jep një shije shumë të mirë. Mund t'i shtoni mjalë, të varet nga dëshira juaj, do i shtoj dhe pak arra të bluara, të përzira me kokos, arrat i kam përzirë me kokos, dhe si që shifni është gati për konsumim. Ja dhe mbretësia është kungulli, është shumë i mirë, nga më të mirit, dhe del shumë i mirë. Kështu që ose zihet në këtë mënyrë si desert, besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë kungull misiri si e zije në avull, cili del shumë i mirë. Besoj se kam ju pëlqyer edhe juve nëse e përgatitni, me mbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.